أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise ku marrim mësime nga ky libër i këtij autorit Imam Nevaviut rahimahullahu taala, i cili ka jetuar një jetë të shkurtër, por kalon pas vete një pasuri shumë të shtrenjtë prej dijes nga feja Allahu subhanahu wa taala. Jemi në këto shëtitjet tona, në këtë kopsht të burrave të mirë, të librit të quajtur Riyadus Salihin, libër i cili vetvete ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për vlerën e pushtetarit të drejtë. Hadithi i 4 dhe i fundit në këtë kapitull, apo hadithi 662 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevaviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم." Iyad ibn Himari radiallahu anhu thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: banorët e xhennetit janë 3 lloje të njerëzve. Një pushtetar i drejtë dhe i suksesshëm, një njeri zemërbut dhe i mëshirshëm ndaj çdo antari të familjes dhe çdo muslimani, dhe njeriu i ndershëm edhe pse ka familje të madhe. Këtë hadith e transporton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra, një hadith i cili tregon se kush i ka këto tipare ka me qenë banor i xhennetit. Dhe të parin e përmendi pushtetarin e drejtë. Pse kjo? Sepse prej qëllimeve të terbijes islame, edukimit fetar, është me mbjellë drejtësinë në mendjen dhe zemrën e secilit musliman. E pastaj, kur dikujt prej muslimanëve i jepet pushteti, ai ta ketë qëllim të vazhdueshëm në jetën e tij, të arrijë këtë qëllim, të jetë i drejtë, jo vetëm kur është qytetar i thjeshtë i një vendbanimi, por edhe në momenti kur i jepet pushteti, edhe ai e ka fuqinë e pushtetit, e ka fuqinë ekonomike, e ka fuqinë mediatike, e ka fuqinë e legjislacionit, e gjyqësorit, edhe në ato momente ai të jetë i drejtë, t'ja ketë gajle secilit në mënyrë të barabartë. Andaj ulemat kanë thonë, feja islame insiston dhe nxit në drejtësi. Dhe ky hadith vjen dhe e vërteton këtë fakt, duke treguar se banor i xhennetit i veçantë aty në xhenet është ai njeri që kur ka pushtet është i drejtë. Dhe në momentin që ky pushtetar ka me qenë i drejtë, ai ka me pas edhe sukses në qeverisjen e tij, sepse u përmend në këtë hadith dhu sultanin muqsitin muwaffaq, një pushtetar i drejtë të cilit Allahu i jep sukses. Edhe kjo është matematik e qartë. Sikur se e themi na 1 + 1 bën 2, ashtu edhe themi
kur kemi pushtetar të drejtë, sigurisht se ka me pas sukses. Nuk ka mundësi me qenë pushtetari i drejtë dhe me mungu suksesi. Na e kemi pa edhe këtu të na. Në këto rrethana ku drejtësia është shumë e rrallë, edhe është shumë e pakët, megjithatë, edhe këtu të na kur dikush e merr një pushtet, sado që është i vogël ai, por edhe menaxhon me drejtësi, Allahu aty jep sukses dhe bereqet. Andaj, të gjithë na, sot që jemi këtu në këtë xhami, edhe që ndëgjojmë këtë hadith, edhe që ndëgjojmë këtë mësime, nëse ja bëjmë detyrë vetvetes, kudo që je, çfarë do rrethana dhe situate je, ti jesh i drejtë ndaj secilit, edhe ndaj mikut, edhe ndaj armikut, edhe ndaj atij që e don, edhe ndaj atij që e urren, edhe ndaj atij që don, edhe ndaj atij që të urren, edhe ndaj atij që e pëlqen, edhe ndaj atij që nuk e pëlqen, ndaj gjithëve. Ti jesh i bindur, nëse i insiston në këtë parim, sigurisht se Allahu i Madhreshëm ka me donë sukses, ka me të botë dalluar, ka me të botë veçuar në qeverisjen tënde. Dhe nga ajo qeverisje jotje kanë me fitu shumë njerëz, e nga përfitimi atyre njerëzve, pastaj ti ke me përfitu dy gjëra të mëdha. E para, jetë gjatësinë e pushtetit tanë, sepse njerëzit s'kanë me dëshiru me ndryshu ty me askën. Dhe e dyta që është më e madhe se kjo, shpërblimi i madh të Allahu Dhu Xhelal për shërbimet që va ke mundsu njerëzve të shijojnë ato. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith tregoi vlerën e madhe, pozitën e lartë që e ka te Allahu Dhu Xhelal një pushtetar i drejtë. Zotën edhe përmendi në hadithin paraprak që kena përmend se prej 7 llojeve të njerëzve që do të hyjnë në hijen e Allahut, a ditë që s'ka hije tjetër veç hijes së tij, është edhe pushtetari i drejtë. Kjo pozitë e veçantë atje në ahiret, në një gjendje të jashtëzakonshme, ku dielli i afrohet njerëzve mbi kokat e tyre dhe zhyten njerëzit në djersët e tyre, dikush pas ka me pas një vend ku ka hije. Dikush pas ka me jetu në kushte të freskëta klimatike. Dikush s'ka me përjetu atë zallamahi të temperaturave të larta, të cilat kanë me qenë të pranishme ditën e ringjalljes. E për tyre i pari është përmend pushtetari i drejtë. Pse i pari? Për shkak se përfitimi prej pushtetarit të drejtë është shumë i madh. Edhe para kësaj, për shkak se me pas pushtetin edhe me kon i drejtë, duhet me kon shumë i vendosur, duhet me kon shumë i ditur, duhet me kon shumë i devotshëm. Sepse pushteti, momentin që e ki, të mashtron. Pushteti, momentin që e ki, është teren rëshqitës, të rëshqasin kam. Nuk është let me net kam, si burr, si besnik, si fisnik, momentin që e ki pushtetin. Ndrojnë situatat, ndrojnë rrethanat, ndrojnë llafet, ndron karakterit. Na kemi pa edhe këtu edhe sot, kësi janë njerëzit, kur s'ka pushtet, si është, dhe kur e merr pushtetin si bëhet, edhe kur e humb pushtetin si bëhet. Do thot, janë njerëz aq të mvarur nga përfitimet materiale të kësaj bote, sa që ndryshimet janë marramendse tek ata njerëz. Kurse besimtari i devotshëm, të gjitha situatat brenga më e madhe e tij nuk është me mush kacën e tij, nuk është me mush gjirologarinë e tij, nuk është me pas pasuri shumë e ma shumë, sepse ato e din ai se një ditë ka milon. Edhe një ditë ato s'kan mi bo dobi, përkundrazi, kanë me qenë shkak që ai për to do t'jep llogari shumë ma shumë, edhe imësisht të Allahu Dhu Xhelal. Brenga e besimtarit të devotshëm është që si do të del para Allahut Madhreshëm. Cila do jetë pozita e tij ku do del para Allahut Madhreshëm. Kjo është brenga e tij. Pasurinë nëse e ka, e shfrytëzon për me e forcu pozitën e tij tek Allahu Dhu Xhelal. Pasurinë nëse punon për të, e shfrytëzon për me ngrit fjalën e Allahut Dhu Xhelal. E shfrytëzon për me shërby fenë e tij, e shfrytëzon për me ndihmu njerëzve që kanë nevojë, edhe me atë pasuri
ai vetëm shkon të ngrit pozitën e tij tek Allahu dhul xhelal. Kjo është ajo që intereson atij. Tjerat janë kalimtare, tjerat janë sporadike, janë ansore, janë të parëndësishme. Megjithëse sot rrallë mundesh me gjetë besimtar i cili kështu e kupton pushtetin, edhe kështu e kupton pasurinë, edhe kështu e kupton famën, edhe kështu e kupton jetën. A këto janë mësimet e Kur'anit, edhe mësimet e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që synojnë që besimtarin ta bëjnë mbi dynjan, mbi materialen, mbi atë që e ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dynjan, kur ka thonë hulwatun khadira, e amël edhe e gjelbërt. Dynjaja është e amël, si ta shijosh pak, lip me shiu dhe ma shumë, derisa të bëktisesh, edhe është e gjelbërt, është e bukur, e këndshme për shikimin, të mashtron, të josh, të man koncentruar ndaj saj. Megjithëse ti dush me kon ai i cili e din me bo atë matjen tone, maturin tone, edhe kujdesin mos mashtrohesh nga të mirët e kësaj bote. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 llojet e njerëzve do të jenë në hijen e Allahut, a di që s'ka hije tjetër veç hijes së tij, tha imami i drejtë, kryetari i drejtë. Kjo vlerë e madhe i u dha atij për shkak të sakrificës, për shkak të kontributit, për shkak të përfitimit që kanë njerëzit nga pozita e tij. Thot Qadi Iyadi rahimullahu taala, Allahu i madhreshëm në këtë hadith e përmendi hijen e cila është e krijuar në veçanti nga Allahu dhul xhelal, tha hija e Allahut do thot e krijuar në veçanti nga Allahu subhanahu wa taala për t'i bë hije disa njerëzve të veçantë atë ditë shumë të nxehtë, atë ditë kur njerëzit do të qohen në kom prej vorreve të veta dhe do rinë në kom një kohë të gjatë, shumë të gjatë, për të prit llogarin e tyre secili një nga një, për të dhënë përgjigje për gjendjet e tyre dhe për ta marrë Allahu në llogari secili njeri një nga një dhe për ta marrë në pyetje. Atëherë kur afrohet dielli, atëherë kur shtohet temperatura, atëherë kur njerëzit zhyten në djersët e tyre, atëherë vjen kjo hije e cila u bën hije këtyre njerëzve për tregu pozitën e veçantë që e kanë te Allahu subhanahu wa taala. Imami i drejt, ulemat kanë thonë, çdo kryetar, çdo pushtetar, çdo kush që ka në dorën e tij vendimmarrje ndaj dikujt, do thotë nuk është vetëm kryetari i shtetit. Është edhe kryetari i shtetit, është edhe ministri, është edhe kryetari i komunës, është edhe drejtori i shkollës, është edhe kryetari i lagjës, është edhe i pari i shtëpisë, të gjithë ata që në dorën e tyre kanë mundësi me marrë vendim për ata që i kanë në varësi të tyre ose nën pushtetin e tyre. A janë 5 veta, a janë 50, a janë 500, a janë 5.000, a janë 50.000, a 500.000, a 5 milion, a 50 milion, s'është më rëndësi. Secili njeri që ka pushtet ndaj dikujt, ai nëse është i drejt, ai fiton këtë pozitë. E nëse nuk është i drejt, atëherë le t'ja menojë e mirë se si ka me dalë te Allahu dhul xhelal. Gjithashtu, ulemat kanë thonë, thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu taala, al-imamul adil, imami i drejt, thot e ka qëllimin secili njeri që në momentin që ka pushtet dhe qeveris, ai qeveris me drejtësi. Edhe kujdeset që dhe më thonë drejtësia, që mja dhonë hakin secilit. Pra secili njeri që ka pushtet ndaj dikujt, edhe mundohet gjatë qeverisjes së tij mja dhonë hakun secilit, ai njeri është i drejtë. E si jepet haku njerëzve, thonë ulemat, duke zbatu urdhnat e Zotit dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një besimtar, një pushtetar, i cili e pason urdhin e Allahut dhul xhelal dhe mundohet që çdo gjë ta vendosë në vendin e vet, ai njeri është i drejtë. Andaj, nëse duam ta dim se si është drejtësia, është zbatimi i fesë Allahut dhul xhelal dhe lufta që secilin gjë ta vendosin në vendin e vet. Secilit t'ja japim atë që meriton, si pozitë,
si të drejt, si merit. Edhe normalisht kjo nuk është e pamundshme, është e lehtë edhe është e mundshme për atë i cili e ka për qëllim dhe synim në jetën e tij të jetë i drejtë. Imami i drejtë përveç xhennetit si pozit, është edhe për atyre njerëzve që lutja e tij nuk refuzohet. Edhe kjo e ndihmon pushtetarin e drejtë me vazhdu në drejtësi, edhe me pas sukses në qeverisjen e tij. Pse? Se lutja e tij nuk refuzohet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu në sunenin e tij, hadithi është i saktë, thalatha la turaddu da'watuhum, 3 personave nuk u kthehet mbrapsht lutja e tyre. As-saimu hina yuftir, agjeruesi kur ban iftar, wal imamu al-adil, imami i drejt, wa da'watu al-mazlum, dhe ati që i bëhet zullum. Shifne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmeni si kategori të veçantë pushtetarin e drejtë, se duaja e tij nuk kthehet mbrapsht. Ti paramendo me pas pushtetin, edhe me pas sikletin, edhe me pas vështirësitë, edhe me pas problemet, edhe me pas pengesat, edhe me pas trysnit, edhe me pas tendencat me të mashtru, edhe ti nihesh i dopt, edhe i paaft, edhe i pafuqishëm, edhe duke se gjendja s'ka zgjidhje, s'ka rrugdalje. Mirë po ti e ki qëllimin me vazhdu, me qenë i drejt të gjitha rrethanat edhe situatët. Mos me laku, mos me shtrembu. Edhe në ato momente vjen kjo porosi, vjen ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thot se ti je njeri që lutja jote nuk kthehet mbrapsht. Edhe ti në ato momente ngri durt, edhe kërkon ndihmën e kujt? Allahu dhul xhelal. Jo të këshilltarëve, jo të bashkëpunëtorëve, jo të ekspertëve, edhe pse ndihma atyre gjithsesi kërkohet, ama para se gjithash ti e kërkon ndihmën e Allahut të gjithdijshëm, e Allahut të gjithfuqishëm, e Allahut të gjithmundshëm, edhe e lut Allahun që me të ndihmu, që me të letu, që me të përkra, që me ndihmu, që me dhon forcë, që me dhon zgjidhje, që me dhon rrugdalje. E kur ta kish ndihmën e Allahut të pranishme në atë aktivitet, në atë punë, në atë projekt, sigurisht se atëherë ka me dal projekti me sukses, ka mu zgjidh problemi, ka me ardhë zgjidhja dhe rrugdalja për atë situatë edhe për atë gjendje. Andaj, Hasan el-Basriu, rahimahullahu ta'ala, ja qënë një letër Omer ibn Abdulaziz. Qëmë në vlazin, që këj moment është i jashtëzakonshëm, edhe kemi nevojë na me analizu, edhe si ndodhi historike, edhe si raport mes dietarëve dhe pushtetarëve, po edhe si këshill për mbatje e këshillës, se çfarë do me thonje kishte. Hasan Basriu rahimahullahu taala, njeri i ditur edhe i devotshëm. Omer ibn Abdulaziz, njeri i ditur edhe i devotshëm edhe i pushtetshëm. Edhe majnë e mem vllazni, kjo do të me qenë për qëllimeve të angazhimit shoqëror dhe politik të një muslimanit namazli. Po e potencoj për me e kuptu një gjë. E para se si duhet me perceptu në angazhimin ton shoqëror politik, dhe dyta që mos me pas mundësi as kush shpineve, nesër kur dalim para Allahut me thonë valla s'ka pas kush me më këshillu, e me pas dikush me më këshillu, unë e kisha punu ma mire dhe ndryshe. Po i them për vllaznit që kanë herë përkrahin njerëz jo adekuat për të vëllon pushtetin e për të qeveris ata me fatin ton, kushtimisht për thënë fatin ton, për të ardhmen ton. Ne si musliman du të me pas qëllim një jetë që me i sjell pushtet njerëzit e devotshëm, njerëzit e aftë, jo atë që shof interesin tem në përmes ti, jo ai që i ka ngjyrat e partisë teme. Qëllimi jon nga angazhimi shoqëror dhe politik është me sjell mbi kokat tona më të mirin prej nesh. Kush do qoftoj? Më të mirin prej nesh, më të devotshmin prej nesh, më të aftin prej nesh. Kush do qoftoj? Paramendoni muslimani që fal namaz, agjiton, angazhohet, zhurmë bën për një kandidat i cili jo që s'falet e s'ka lidhje me islamin, po është edhe kundërshtar i islamit.
Ku është Islami në këtë rast? Ku është frika prej Zotit? Ku është llogaria që ti dush mja bo vetvetes edhe me pas parasysh që ki me dhonë llogari për atë votë, për atë përkrahe, për atë agjitim, për atë reklam që ja bën një kandidatit i cili as ka frikë Zotin, po as ka kapacitete ai me të cilë të drejtësi ose zhvillim në vendin ta. A veç pse është i ngjyrës tonë politike, në ngjyrat tona du të me pas ngjyra të fejës Zotit, jo të opcioneve të ndryshme politike që fejnë e Zotit se kanë kërkun llogari. Bile, shpesh herë e sabotojnë, edhe kundërshtojnë, edhe e luftojnë. O vllazi, feja lip sinceritet. Ti mund është mu kallzu para neve si të dush, ama të Allahu dhu xhelal gjanat janë të qarta. Aty s'ka të fshehur. Edhe andaj ne i themi vetes tonë dhe tjerëve, s'është më rëndësi ti si del para mu ose si dalun para ty. Më rëndësi është unë edhe ti si dalin para Zotit. Ati çfarë përgjigje kena me dhënë. Edhe na si hoxhallar, kejt, unë edhe kush do koft, hoqi i thot vetës. E ka detyrë këto këshilla më janë nda xhamatit edhe popullit. Që ata të jenë sinqert në veprimin e tyre shoqëror dhe politik dhe të mundohen të sjellin mbi kokat tona njerëzit më të devotshëm edhe më të aftë, më meritor për atë pozitë. Nëse kështu nuk i qasimi në këtyre zhvillimeve shoqërore politike në vendin tonë, atëherë e keqja ka me vazhdu, zullumi ka me vazhdu, mungesa e zhvillimit ka me vazhdu, kjo gjendje apati e letargji që është në zhvillimin e këtyre shteteve të Ballkanit përgjithësi, ka me vazhdu edhe shumë vite më tutje. Hasan Basriu, njeri i devotshëm, dietar, e këshillon pushtetarin e kohës së tij, i cili gjithashtu ishte dietar. Por e kishte marrë përsipër pushtetin për me tregu se si menaxhohet pushteti dhe si për një kohë shumë të shkurt ndryshohet gjendja e keq atij shteti të madh e me vit që ishte në kohën e Omer ibn Abdulazizit. E kemi tregu shpeshherë, Omer ibn Abdulazizi veç 2 vjet o kon pushtetar. Nuk është sikur të thënë sot një mandat të shpak, na jepni 2 mandate me kallzu na sukses. Se mandatin e parë na shkon të rregullu gabimet e kalume, e mandatin e ditë keni me pa çka kena me bë. Ju a kena dhënë një mandat, eva kena dhënë edhe 2, eva kena dhënë edhe 3, eva kena dhënë edhe 4 edhe kur gjos ka pas. Se ai që mësohet me rrejt një herë, ai vazhdimisht rrejt. Ai që mësohet me dhënë premtime sa dush, ai për herë ka me dhënë premtime. Edhe këtë na e dim se në momentin e fushatave zgjedhore premtohet mjalt e tamël si të përfundojnë fushatat zgjedhore, harohet këtë ajo zhurmë që është bërë. Ama na, dikush për neve, përsëri me të njëjtin entuziazëm, me të njëjtin energji, me të njëjtin fuqi, shkon edhe aplaudon për masë. Ty e ditë se këtë na të e ditë se ai atë që e thot na të binë, është rrejt, është premtim bosh, është e pamundshme më realizu, edhe na shkëm i aplaudojnë. Pse e bën vetën dele me Zot? Pse bëhesh kaq i pavlerë? Pse në shmon vetën tonë kaq shumë? Ku e ki dignitetin, ku e ki krenarinë, ka dalë nëse rrej për tokë para mos rrej për havoj. Na këtë dimë se kjo që futi nuk bëhet. Tallë me njerëzit bën kurse ekspert pi bote, ekspert pi atjet, ekspert pi këtujt, e qesin një javë, e shetisin edhe i mashtrojnë njerëzit edhe shkojnë, sosën zgjedhët, shkon ai në shtëpinë e vet, e merr hisën e vet edhe përfundon loja. T'jemi sinqert, t'jemi dëvëmendshëm, edhe t'jemi të sinqert, o vllazni. Nuk ndryshohet gjendja jonë nëse na e këshirim se cili për neve xhepin e vet, përfitimin e vet, interesin e vet. Unë jam i vetëdijshëm se edhe këto fjalë që i foli më kushtojnë. Po i kom thonë vjet, i kom thonë par vjet, i kom thonë para 5 vjetëve, para 10 vjetëve, para 20 vjetëve, edhe kam i thonë vazhdimisht, nuk e kam gale. Sepse unë, galen du të me pas Allahu që kam i thonë. A pushtetarve, çka të dojnë të bëjnë? As shpiritin se në e marin, as riskon se në e nalin. Se këto janë të Allahu të gjelar. Ama dhe ti si gjemati jem, dush me konë një qështu.
Nëse do me konë xhamati jem, nëse ti jetë xhamati jem gzim, e në qef, e nuk je xhamati jem kur unë të tham kështu duhet me kuptu politikën. Edhe ti të mashtu se ai politika njëtë. Ama këtë rast të bëu mashtrim më të keq. E të mashtru hoxhën, e të mashtru xhamatin, e të mashtru shoqënin. Që s'kemi na ku një farë interesi, na si me mbletune, as për pushtet, as për vota, as për tendere, as për biznese. I na mbledh me fitu kënaqësinë e Allahut vetëm. Edhe me mësu fejnë Allahut. E nëse na mbledhemi kështu na për derse, për me mësu fejnë Allahut, e pastaj nuk e ndëgjejmë hoxhën në momentet e rëndësishme të vendimarrjes, atëre çfarë vlerë ka kjo shoqëri e kjo raport? Na ha me pim bashkë, të pim çaj, bëjmë mohabet, kur vjen puna për politik, o gjatë ti rre se unë kam interesin tëm. Po mirë, unë çfarë interesi kam? Kur foli. A kam interes teme na? E kam interesin e fesë e para dhe interesin e popullit e dyta. E ti nëse s'bohesh si unë, ti pse vjen te unë? Çka merr prej meje? Çka mëson prej meje? A veç për sy e faqe? Veç për reklam? Nëse na nuk jemi të sinqert në ndërtimin e raporteve tona, atëre kur gjë s'ka dobi për kësaj. Andaj dietarët janë konë të sinqert, edhe janë konë guximshëm, edhe ma kanë thonë në sy pushtetarëve vazhdimisht këshillat e duhura. E dini pse o vllazni? Sepse vetëm na që u themi sinqerisht në sy pushtetarëve i dojna përndime ata. S'kena kur një farë interesi për tyre. Të tjerët që va bëjnë zezën të bardhë, e që, dhe më thonë, të bardhën va bëjnë zezë, e va bëjnë qefin me fjalë, ata si dojnë. Ata sot, kush është pushtet, i vardisit ati dhe ja bënë zezën të bardhë. Si të dole për pushtetit e shanë. Po ty dhere dje beri që masë, ty dhere dje për krashe, se të kur u bëj i keqaj. Po ta shka artë ki tjetit du të me ladhrua, du të me shanë. A kuptoni o vllazni, majnë e men, edhe na si hoxhallar, edhe ata si pushtetar, kush i lavdron për herë, edhe kur e kanë tamam, e kur se kanë tamam, ata si kanë as shok, as këshilltar të mirë. Që s'mund të ti për herë mja pas tamam, për herë me qëllu. Dhe që i folë për fejnë Allahut, me fejnë Allahut, pa gabu në fejnë Allahut, a i folë tamam, ama tjerë të këtë gabin. Edhe shoku i mirë është që kur ti e qëllon, me thonë, më ki me veti mu, mësu tutë. Edhe kur gabon me thonë, që këtu gabove, korrigjohu. Edhe kur na themi edhe folim për zullumin e pushtetarëve, na i themi këto fjalë për shumë arsye. Para, për me fitu kënaqësinë e Allahut. E dyta, pse ja kemi gale këtij popullit. E treta, pse na dhimbsin edhe ata pushtetarë. Se nëse ata vazhdojnë me këtë avaz, me këtë zullum, me këtë hile, me këtë mashtrim, fun ata vetveten o në burg, kanë me gjetë, o kanë me konë të ikun prej vendit tonë. Si që ka ndodhë këtë vend? Kryeministri o konë. Ka vjedh, erdhë dita u deshtaj me ikë për këtyt, apo me himbur. Edhe na u themi këtë pushtetarëve të na, keni frikë Zotin, se nëse vazhdoni me rrena, me mashtrime, me vjedhje, mos mendoni se jeni shumë dinake, shumë të mençëm. E keni shpëtu një herë gjyqit, e keni shpëtu një herë burgut, e keni shpëtu e fund kemi shpëtu për herë, s'kemi shpëtu për herë. E dini pse? Jo pse na jemi të Zotët. Jo se populli është i Zotit, jo se shteti është i mirë, po drejtësia e Allahut ka me të kapë. Drejtësia e Allahut ka me të ulë. Drejtësia e Allahut ka me të poshtru. Patjetër. A unë burë ka me të shti, o kime ikë për i venit i poshtru. Ka ndodhë të të na, mos folin për mbotë. Edhe ka me ndodhë për sëri. Edhe andaj na insistojmë drejtësi. Edhe andaj na folin vazhdimisht se kemi dëshirë që na me jetu mirë. Allahu me koni knaqën me ne fillimisht, na me jetu mirë, edhe me pas në kryet pushtetit ma të mirë tonë. Jo mashtrus, e rënaveca, e premtus me premtime të rrenjshme. Se ai ka mu pushtru një ditë, po na kena me të vonë. Edhe punët e tona kanë me të mas dore. Kthehemi me vllazni, e ti kthehemi Allahu dhul xhelal me tobe i sikfar fillimisht, pastaj jemi të sinqert, edhe të guzimshëm. E mos i tutemi as kujt përveç Allahut subhanahu wa taala, edhe vazhdimisht ta kemi gale drejtësinë. Këshilla që Allah Hasan Basriu, Omer ibn Azizit Meti për dersën e ardhshëm, walhamdulillahi rabbil alamin.